Në këtë finale të madhe, në këtë pikë të lojës, kush mendon që do ta fitojë këtë edicion, Hygerta? Dëgjon. Hygerta thash, Hygerta. Jonida, do të regohem më se e sinqert. Mo Jonida, qa bëre me këtë pyti, qa bëre? Do të regohem shumë e sinqert. Të gjithë që jemi këtu, janë njerëz vërtet jashtëzakonshëm. Kështu që unë edhe për veten time nuk kam thënë kur do shkoj atje, do shkojnë gjysmëfinale, do shkojnë finale. Është publiku që vendos, është publiku që është sovrane, dhe ai që ka më shumë dashurinë e publikut, ai duhet ta fitojë. Dhe kam përshtypjen që fituesi nuk gjykohet, fituesi thjesht duhet të ngrej kurorën edhe ta vërë mbi kokë sot. Nuk e di se nata e kujt do të jetë sot, por do t'jem e lumtur për si për vete, po ashtu edhe për 4 miqtë e mi. Mirë, në rregull, nuk do ta thuash një emër. E pranojmë. Nuk e di, a je gati? Ne jemi të izoluar. Ne nuk ne dëgjojmë, për shembull Ludo pas ka gjithë lagjen aty. Ja dhe më dëgjohet, a? Se i pam aty. Edhe londrime, ja ku ja. Mirë, vazhdojmë. Londrimi dhije që ka keni gjithë mbrëmjen përpara, çuna. Kam përshtypjen gjithë. Po, se të dëgjoj pak dobët Jonida ndjes. Apo dëgjon.